Plazhet shqiptare janë mbushur me vizitor, ndërsa sezoni turistik ka nisur me një fluks të lartë pushuesish. Vendet e të huaj, Italia, Danimarka e vendet arabe janë mes tregqeve që këtë verë kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion për pushime. Megjithatë, eksperti Denis Dema në një intervistë për Canal Televizion tregon se krahas interesit në rritje, sektori i turizmit vjen të përballet me sfida që kërkojnë zgjidhje afatgjata. Sezoni turistik gjithmonë nis me sfidat e veta, me problematikat e veta. Por që Shqipëria vitet e fundit ka marrë, themi, një vëmendje ndërkombëtare dhe normalisht që ka pasur boom rezervimesh edhe këtë vit për Shqipërinë. Pjesa ku interesohen normalisht është Ksamili, Maldivet e Europës, për atë është bërë e njohur aktualisht dhe vinë shumë turistë, sidomos nga Italia, cila kemi vend shumë afër, për një orë vjen këtu, pastaj kemi turistë nga pjesa e Europës, le të themi veriore, si Danimarka, Suedia e tjerë, por dhe shumë turistë polak, slovak, sloven e tjerë. Edhe pse Bregdeti mbet destinacioni më i preferuar, turizmi malor ende nuk po arrin të tërheqë në njëjtin interes. Sipas ekspertit Denis Dema, një ndër arsyet kryesore është mungesa e promovimit të vazhdueshëm të këtyre destinacioneve, ndërsa infrastruktura e pamjaftueshme vazhdon të jetë një pengesë për zhvillimin e këtij segmenti të turizmit. Turizmi malor për fat keq nuk e ka marrë promovimin e duhur në vendin tonë, por duhet përmendur dhe infrastruktura në vend. Le të themi që gjatë sezonit veror për të shkuar nga një vend në një vend tjetër duhet nisesh 4 ose 5 të mëngjesit për të shkuar, le të themi në Shkodër, për të shkuar në Shkodër duhet nisesh në orën 4 ose 5 të mëngjesit për të arritur, ndryshe do ngelesh në trafik pa u nisë më vonë. Pa u nisë në orën 7-8 do ngele 3-4 orë në trafik. Imagjino Shkodra vështirësisht e aksesueshme. Imagjino pjesët e tjera të veriut të vendit, sa të vështira janë për të aksesuar. Kështu që ky është një problem i madh që ne duhet punojmë, duhet bëjmë rrugë alternative ose autostrada alternative që edhe veriu i vendit të jetë lehtësisht i aksesueshëm për turistët e huaj. Shqipëria ofron një potencial të konsiderueshëm, jo vetëm për turizmin bregdetar, por edhe për atë malor natyror. Megjithatë, eksperti Denis Dema vlerëson se për ta kthyer këtë potencial në një produkt konkurrues, gjatë gjithë vitit nevojitet investime në infrastrukturë, promovim e përmirësim të shërbimeve. Ndërsa numri i turistëve vjen të rritet nga sezon në sezon, sfida mbetet krijimi një oferte turistike të qëndrueshme. Shije vlerë çdo destinacioni e që shndron Shqipërinë në një destinacion tërheqës gjatë gjithë vitit.